Përshëndetje të dashur nxënës. Sot nga Lënda e Matematikës, unë për ju, arsimtari Ramiz Iljazi, për klasën e 7, kam përgatitur një sim mësimore trekonçi dhe llojet e trekonçeve nga tema gjeometri dhe zgjidhje problemeve. Me thënë, nga tema gjeometri dhe zgjidhje problemeve, kam përgatitur trekonçi, llojet e trekonçeve. Mësimin e keni në librin e matematikës për klasën e 7. Pra, të shohim çfarë është trekonçi. Ne e dimë se trekonçi është shumëkonçi që ka 3 brinj, apo 3 kënde, apo 3 kulme. Në vizatim na vazhdon trekonçi ABC. Tash, pikat ABC të trekonçit quhen kulmet e trekonçit. Brinjët, që cilët i kemi shënuar me A të vogël, B dhe C, quhen brinjë të trekonçit, dhe këndet e trekonçit në këtë rast i kemi shënuar me shkronjat e alfabetit grek, alfa, beta dhe gamma. Pra këto quhen kënde të trekonçit. Ne dimë se shuma e këndeve në trekëndësh, do të thënë që nga klasa 6 kemi treguar se shuma e këndeve në trekëndësh është 180 shkallë. Pra alfa plus beta plus gamma është e barabartë me 180 shkallë. Tani të shohim një shembull ku na janë dhënë dy kënde të trekonçit, duhet të caktohet këndi i tretë i trekonçit. Pra, e kemi një shembull një, thotë cakto këndin alfa tek trekonçi në vizatim. Pra, dy kënde janë, njëri 65 shkallë, tjetri 43 shkallë, ne duhet të caktojmë këndin alfa që nuk e dim. Mirë po, e dim se shuma e këndeve në trekëndësh është 180 shkallë, pra gjithmonë, kur i mbledhim të tre kënde, duhet bëjmë 180 shkallë, dhe nga 180 shkallë zbresim shumën e këndeve 65 shkallë dhe 23 shkallë, dhe fitohet këndi alfa 72 shkallë. Qëjmë një shembull tjetër, tek i cili përsëri ne janë dhënë disa kënde të trekonçit, kërkohet një kënd i tretë. Në këtë rast caktoni këndin gamma te vizatimi. Mirë po tek i vizatim, na vazhdon këndi alfa 55 shkallë dhe këndi i jashtëm te këndi beta që është 100 shkallë. Ne duhet gjejmë këndin gamma. Para se gjejmë këndin gamma, duhet të caktojmë se këndi beta me këndin e jashtëm të tij, që është 100 shkallë, formojnë kënd shtimtar dhe këndi beta, më thënë këndi ABC, në këtë rast është 80 shkallë. Pasi shuma e këndeve në trekëndësh është 180 shkallë, atëherë këndi gamma është 180 shkallë minus shuma e dy kënde tjera, 55 shkallë dhe 80 shkallë, që është 135 shkallë, dhe në mbetet këndi gamma është 25 shkallë. Etësh, pasi tregum se çka është trekëndësh dhe sa është shuma e këndeve në trekëndësh, tani të shohim si do të klasifikojmë ose si do të ndajmë trekëndësat dhe në bazë kur bazohemi që të ndajmë trekëndësat. Trekëndësat së pari do të tregojmë se ndahen sipas brinjve. Sipas brinjve, trekëndësat i ndajmë në trekëndësh brinj ndryshëm, që ka të gjitha brinjt e ndryshme, trekëndësh barakrahas, tek i cili të dy brinj janë të barabarta dhe dy kënde përballë tyre janë të barabarta, dhe trekëndëshi bara brinjës, që gjitha brinjt dhe gjitha këndet i ka të barabarta. Të cekime diçka se te trekëndëshi bara brinjës, pasi gjitha brinjët janë të barabarta, atëherë edhe gjitha këndet janë të barabarta, që thotë këndet janë nga 60 shkallë. Kurse te trekëndëshi barakrahas, që ka dy brinjë të barabarta, ata dy brinjë të barabarta quhen krahët e trekëndësit, barakrahas. Tani të shohim llojet e trekëndësve sipas këndeve. Si i ndajmë trekëndësat sipas këndeve. Trekëndësat sipas këndeve do t'i ndajmë në trekëndësh kënd ngushtë. Si trekëndësh quhet kënd ngushtë? Trekëndësh kënd ngushtë është ai trekëndësh i cili të gjitha këndet i ka më të vegjël se 90 shkallë. Trekëndësh kënd drejt. Si trekëndësh është kënd drejt? Trekëndësh kënd drejt quhet ai trekëndësh që ka një kënd të drejtë, respektivisht një kënd 90 shkallë, dhe në këtë rast këndin e kemi shënuar me një pikë që është këndi drejt. Dhe trekëndësh këndgjor është trekëndëshi që ka një kënd më të madh se 90 shkallë, në këtë rast është ky kënd që është më i madh se 90 shkallë. Pra, të përkujtohemi pra edhe një herë se trekëndësat sipas këndeve i ndajmë në trekëndësha kënd ngushtë, kënd drejt dhe kënd gjor. Shpresoj se sa të pak ky mësim
do të ndihmoj juve që të ndiqni mësimin në distancë dhe të qëndroni në shtëpi, të ruani shëndetin tuaj. Mësimi për detyrë shtëpie, matematikën 7 në faqe 76 e keni detyrën 2, pra njëso këndet e panjohura të çdo trekëndësh i dhonë, keni trekëndësh në A, B, C, Ç, D, Dh, E, F, G dhe G, janë dhonë këndet, disa kënde duhet të gjeni këndet që nuk janë të dhëna. Ju faleminderit për vëmendje, suksese në punën tuaj.